Qeveria shqiptare ka prezantuar programin kombëtar dyfishos sipërmarrjen tënde, një nismë që synon të lehtësojë aksesin në financim për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme, si edhe për fermerët, duke nxitur investimet në sektorët strategjik të ekonomisë. Në ceremoninë e prezantimit morën pjesë kryeministri Edi Rama, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, ministra të kabinetit qeveritar, përfaqësues të shoqatës shqiptare të bankave, sistemit bankar, komunitetit të biznesit dhe shoqatave të sipërmarrjes. Programi synon të mbështesë zgjerimin e aktivitetit të bizneseve, rritjen e investimeve dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së tyre përmes krijimit të mundësive të reja të financimit. Vetëm për vitin 2026, qeveria shqiptare ka parashikuar linjën e kredisë 250 milion euro, që do të bëhet shpërndarje nga ana e sistemit bankar. Kemi garancinë sovrane 50 milion euro, do të rishikohet meritje në varësi edhe teksturisë dhe tezaurimit të saj për gjatë vitit 2026. Ajo që ne synojmë me këtë program është që t'i japim krah ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen. Pra, ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të rriten dhe të bëhen të mesme. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla tha se nisma krijon mundësi konkrete për fermerët dhe sipërmarrjet agro-ushqimore, që të investojnë në modernizim, siguri ushqimore dhe rritje të konkurrueshmërisë. Ministri theksoi se transformimi i bujqësisë shqiptare është i lidhur ngushtë me procesin e integrimit evropian dhe përafrimin e sektorit me standardet e Bashkimit Evropian. Ai bëri të ditur se Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë pranë bizneseve dhe fermerëve gjatë gjithë procesit, duke ofruar orientim dhe asistencë për aplikimin dhe zbatimin e programit. Transformimi i bujqësisë nuk lidhet vetëm me nevojën për të rritur në eksporte apo edhe për të zhvilluar më shumë, por edhe për atë çfarë ne jemi duke bërë më së miri tashmë për të përshtatur drejt legjislacionit Bashkimit Evropian me 3 kapituj të cilët ne kemi 11-ën, 12-ën dhe 13-ën, ku i gjithë procesi është duke ecë me ritme të shpejta, por që të gjithë bizneset që kemi në territor, që jemi çdo ditë në takime për të promovuar, për të diskutuar me ta, por edhe ndaj procesit që ne po bëjmë në kategorizimin e disa subjekteve të para, në 900 subjekteve të para në territor, për t'i parafruar drejt legjislacionit evropian.